Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sot është dita e fundit e muajit mars, sot deputetëve u dalin rrogat. Këtë muaj kanë punuar shumë sepse kanë miratu 14 ligje dhe 7 janë në shqyrtim të parë dhe 7 në shqyrtim të dytë. Nesër është 1 prilli, jo bashkë datë e mirë për fillimin e MSO-s, por jemi mësu. Me rëndësi është, shikues të nderuar, për dallim prej ditëve të tjera, nesër mos u zëni fort bezë deklaratave politike të miqve tanë. Sot në studio i kam ftuar Ilir Deta, deputet i VV-s, Vjosa Osmani, deputete e LDK-s, Lumira Abdigjiku, deputet jo po analist, dhe Arbana Gjara, gazetare. Mirëmbrëma. Por sonte, ne do të flasim për temat kryesore që kanë karakterizuar këtë javë, demarkacionin me malin e zi, opozitën politike në Kosovë. A do të ketë apo jo protest, përgatitjet për dorëzim pranimin e detyrës së presidentit, fillimin e zbatimit të MSO-s dhe në fund të këtij emisionit do të ndesh një intervistë me rektorin e sapo emëruar të UP-s Marian Dema, të cilin e kemi intervistuar sot për kallzo.com në ora 15. Por fillimisht të flasim për demarkacionin me malin e zi. Në vazhdim, ju ftoj të ndeshni se çfarë than banorët për raportin e publikuar dje nga presidentja dhe ekspertët ndërkombëtar sepër të banorët. Ta shohim fillimisht se çfarë than ata dje për kallzo.com. Nga aspekti ligjor dhe teknik, ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje në procesin e demarkacionit mes Kosovës dhe malit të zi. Unë mendoj është një komision farsë, e krijuar me qëllimet e ulljeve të tensioneve politike dhe dhënë prioritet vetëm 2 shpjegime. Janë pajtu qeveria e Kosovës me qeverinë e malit të zi dhe është mirë. Ky është përfundimi i tyre, pa hyrë në materie duke, pa e kapë seriozisht krejt problemin, sensibilitetin e tij dhe pa pas parasysh një problem i cili është shumë i madh, i rëndësishëm dhe për të vërtetuar politikat qeveritare, që faktikisht ata shkojnë ka janim, por e vërteta është se ky komision nuk ka bërë asgjë, vetëm ka bërë punën e 2 qeverive, respektivisht tonë, se cila është e gabueshme mendoj, dhe mbetën pa ndryshuar në asnjë variant. Kem pas kontakt me komisionin. Ju kemi ofruar dokumente, asnjë lloj dokumenti nuk na kanë kërkuar. Ju kemi ofruar. Me që kanë shiqu, nuk e kanë marrë asnjë dokument për neve. Vazhdojmë me protesta, vazhdojmë me gjitha mënyrat, mënyrë demokratike. Nëse paraqitet nevoja, edhe në mënyrë radikale. Nuk japim këto troje, nuk japim si janë Kosovës. Kem dokumentacione me 100.000 dokumente kem. S'ne ka marrë ky komision për gaz, s'ne ka marrë Murat Meha, kështu që do t'i mbrojmë në gjitha mënyrat. E tash, kjo ishte dje. Sot kryeministri vizitoi PEN dhe bëri të qartë se ai konsideron njëjtë si ambasadori i Amerikës në Kosovë që nuk ka nevojë për protesta. Ta ndjekim. Zoti kryeministër, mirë se kanë komunën e Pes. Jemi të nderuar sot, jo vetëm si kryetar, por gjithë qytetarët e komunës Pes. Tash është vërtetuar që as kemi marrë nga Malazes, as që kemi dhënë Malazesve asnjë vjetër tokë. Pse njerëzit dalin edhe operojnë në 8.000 hektarë ose 10.000 hektarë, është çështje e tyre, por në asnjë rast do të thotë nuk është vërtetuar se 1 metër katror është këmbyer me malin e zi. Në këtë rast nuk kanë marrë argumente të protestojnë, për arsye se kanë pasur hapësirë të ulën me këtë komision të paraqesin argumentet e tyre, edhe i kanë paraqitur, por komisioni ka konstatuar se në pikpamje ligjore është kryer çdo gjë në rregull. Ne si komunë posedojmë, për dallim prej komunave tjera, katastrin origjinal. Me katastrin tonë, domethënë, vjen kjo që është ashtu, është e dhimbshme se qytetarët tonë e mendojnë se ajo pjesë e territorit
i takon Republikës Kosovës, po me dokumenta nuk kemi fakte që i takon. I pam disa nga banorët e PEO-s, po ashtu e dëgjuam edhe kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Ne kemi folur edhe me Murat Mehën, i cili na ka thënë se gjithçka ka dalur ashtu siç ka thënë komisioni udhëhequr nga ai. Ndërsa Mali Zi i kontaktuan nga ne, nuk kam prituar me na u përgjigj. Për ta, kjo çështje është e mbyllur. Sido që tjetë, ne i rikthehemi temës me mosafiret në studio. Zonja Osmani, e pat se çfarë tha kryetari i partisë suaj, kryeministri ynë, zoti Mustafa në PEI. Cili është vlerësimi juaj sa i përket çështjes së demarkacionit dhe tashmë kësaj problematike të ngritur nga opozita, kemi një reagim apo vlerësim nga Komisioni i Ekspertëve Ndërkombëtar? Tani në mënyrë që ne të hymë në çështje të vlerësimit teknik të çështjes së demarkacionit, do duhet të ishim ekspert të fushës, gjë që së paku unë në këtë tavolinë nuk jam. Dhe për 120 deputetët e Republikës Kosovës, të cilët së shpejti do duhet të vendosin për këtë çështje sa i përket ratifikimit, përveç atyre që janë ekspert të fushës, dhe i kemi disa në kuvend, do të jetë vendim i vështirë. Prandaj, sikur unë sot të jepja deklarat se jam pro apo kundër marrëveshjes nënshkruar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, atëherë do të lidhesha për këtë deklarat pa e analizuar deri në detaje çështjen dhe do ta determinoja qysh tash votën time, gjë që unë nuk mund ta bëj sepse kam akoma nevojë për një çështje kaq të komplikuar të shiqoj jo vetëm raportin e fundit që është publikuar nga komisioni emëruar nga presidentja, që përbëhej vetëm nga përfaqësues ndërkombëtar, por do t'i shiqoj patjetër edhe vlerësimet e ekspertëve tanë, edhe patjetër e kam për obligim kushtetues që të dëgjoj çka thonë edhe qytetarët e Kosovës në këtë rast edhe banorët e asaj. Jo, thotë nuk ekspert, mirë, po kjo çështje është kthyer në temë politike tashmë mes pozitës dhe opozitës. Prandaj edhe vlerësimi im tani është thjesht politik. Po tash a kanë pasur të drejtë njëra palë apo tjetra? Unë nuk mund ta them për momentin, sepse për ta thënë një gjë të tillë duhet të vlerësohen të dyja raportet. Pra, raporti që tani është publikuar nga Komisioni Ndërkombëtar, që e përkrah atë të Komisionit Qytetëror, për në të njëjtën kohë edhe shumë vlerësime që janë bërë nga ekspert vendor, që edhe janë publikuar nga organizata apo shoqëria civile këtu në vend, dhe vetëm pas krahasimit të dyjave do të shohim se cila është më e fuqishme me argumentim, dhe pastaj do të merret edhe vendimi politik që në rastin tonë nënkupton vot në kuvend, sepse pa ratifikim kjo marrëveshje asesi nuk mund të hyjë në fuqi. Ajo që dua ta potencoj është që në Komisionin Ndërkombëtar të emëruar nga presidentja kishte edhe përfaqësues të cilët kanë marrë pjesë edhe në përfundimin e procesit të demarkacionit me Malin e Zi, përkundër faktit që janë diplomat me profesion, pra kanë një përvojë në përcaktimin e proceseve të tilla, mirë po unë mendoj që qysh nga fillimi ka qenë gabim që nuk janë përfshirë edhe njerëzit tanë, të cilët për vite të tëra kanë studiuar këtë fushë dhe siç kemi dëgjuar shumë herë, është çështje që duhet të përcaktohet. Pas komision shtetëror, nuk është që nuk kemi pas komision shtetëror, i udhëhequr nga zoti. Jo, nuk thash që nuk kemi pasur komision shtetëror, mirë po që Komisioni Ndërkombëtar për një proces kaq jetik për Republikën e Kosovës, mendoj që është dashur të përfshinte edhe njerëz nga Kosova, dhe atëherë do të konsideroj punë për bashkë. Po, e kam fjalën. Pra atë, ajo që nuhatet qysh tani, është që do t'jetë proces i vështirë, në qoftë se me një herë bëhet. Nuk mendoni që është mbyllur me këtë... Jo, nuk mendoj që është mbyllur, mbyllja bëhet me ratifikimin e marrëveshjes në kuvend. Gjë që po e kërkon edhe Mali Zi, dorën zamër po e kërkon si shtet. Në këtë rast është më rëndësi çka kërkon Kosova, sepse ne si deputet kuvendit Kosovës duhet të mendojmë për Kosovën dhe për interesat e saj. Se cili verzion rreth demarkacionit do të na bind neve, deputetëve të kuvendit të Kosovës, dhe në këtë rast unë po supozoj që do të jenë vetëm deputetët PDK, LDK dhe pakicat që do të marrin pjesë në atë seancë, nëse nuk e kam gabim, mos të flas për të tjerët, dhe aty janë diku 87 vota, që do të thotë do të jetë mjaft ngushtë, sepse kërkohen përsëri 2/3 e votave, që do të thotë minimum 80 vota për. Amerika po thotë që është mirë, ne patëm reagim edhe të ambasadorit amerikan, edhe të ambasadës që
raporti edhe komisioni që ka thënë atë është gjithçka në rregull. Po mirë dhe prandaj edhe duhet të merren seriozisht edhe deklaratat e tilla, por edhe deklaratat e njerëzve tanë dhe në fund të shihet se cilat janë më argumentuese. Qysh nga fillimi ka qenë një proces as pak transparent. Domethënë ne si media kemi shku në teren me marrë vesh se çka po thonë banorët ma thonë në kufi. Na tregojnë nëse ka dokumentacion apo jo. Është shfrytzu politikisht, qysh me fillim startu nga opozita. Mirë, po asnjëherë nuk kemi pas në tavolim detaje se mirë për çfarë kufi po flitet, çfarë ekspertize po na sjellet nga të dyja palët. Kemi pas një pushtet me një tërësisht jo transparent, domethënë as media, qasja, as qytetar kanë dalë, janë marrë shumë në shkrime mirë, por nuk kanë ditë as kur përafërsisht i bje kufin edhe për çka është ka bëhet fjalë. Është shfrytzu politikisht. Amerika po thotë. E tha kauze reme, po thotë ambasadori amerikan, është kauze cila realisht. Departamenti ka dalë vonë me deklarat ku thotë që po shifni kufit këto dhe Google i ka Google Maps janë. Domethënë janë kufit e 74-s. Njëjtën kohë nuk kemi pas do t'i humbim kaq shumë hektar tokë, mirë, por nuk kemi pas asnjë letër, asnjë grup ekspertësh, bilet nga opozita të formohen, edhe dalin publikisht dhe thonë për këta kufit është fjala, por për kështu është një proces komplet jo transparent. Edhe siç e tha edhe Vjosa, është dashur të kemi edhe vendor në këtë komision. Tash po ngritet dilema se kush janë këta njerëz. Tash a është tek ne që të vlerësojmë? Kanë drejt të tjerët që po ashtrojnë pse s'janë ngrit kur është formu komisioni. Mirë, kemi pas lëvizje deklaratave, se kemi pas lëvizje kur thonat, kur fillun protestat, edhe thanë mirë, do të shofim flasim me palën malazeze, do të ulëm edhe të rishqyrtojmë. Vetëm kur nisën reagimet, është sinjal i mjaftueshëm që nuk ka qenë shumë e sigurt se për çka po flitet. Me vetë faktin që pat lëvizje të qëndrimit të Zoti Deta, jeni deputet nga radhët e partive opozitare, është kauza e saktë e vërtet? Cilë është qëndrimi? Duhet me bëni sqarim për opinionin publik se këtu të na është marrë pak ato që kom lexuar, ju ka servu në mënyrë shumë sipërfaqësore njerëzve kjo puna e komisionit e ad hoc. Mas pari cili ka qenë mandati i komisionit ad hoc. Mandati i komisionit ad hoc nuk ka qenë kontestimi i cili ju është bë demarkacionit. Domethënë nuk kanë ardhur ata me vlerësu kontestimin e opozitës, edhe nuk kanë ardhur ata me vlerësu kontestimin e metodologjisë, e cila është kontestuar, dhe nuk është bë nuk janë marrë parasysh argumentet e ekspertëve tjerë, që ka pas edhe deputet në Kuvend të Kosovës, po edhe ekspert pavarur, që kanë thonë që kjo është bë demarkacioni është bë gabim. Ata kanë ardhur me vlerësu komisioni i cili udhëhiqet për Murat Mehës, ai ka përdor metodat. Cilin standard e ka përdor dhe çaj standarda është zbatuar ajo. Ata e kanë përdor vetëm standardin e kadastrës, edhe që është kontestu për krejt opozitës. Tash që duhet jemi të qartë, domethënë le të di njerëz s'është kjo punë, keq e kanë pas këta që po kontestojnë, nuk është keq. Po mandati i komisionit ato ka qenë gjysmak. Ja thonë më që këtu është hupni mundësi. Ata kanë pas ta qartësojmë për publikun se përmendin një detaj shumë rëndësi. Ata e kanë pas për detyrë veç procedurën e komisionit të shtetënor. Murat Mehës, kur gjë më shumë. E tash që kjo, unë mendoj që këtu është hupni mundësi e madhe e Kosovës që me zgjënu, jo me marrë me punën e komisionit shtetënor, po me marrë me kontestimin, se na kemi problem me vetveten, këtu s'kemi me malin e zi. Këtu kemi problem na. Nuk pabesia apo mosbesimi i cili ekziston ndaj Komisionit Shtetëror. E dyta, kështu që kjo nuk do me thonë fitore e qeverisë, as fitore e Hashim Thaqit e Isa Mustafës. Edhe ato deklaratat që shkojnë me i përkrah, ato nuk janë të bazume. Apo është Po mirë, ka qenë kauzë politike opozitës, po, ka qenë kauzë. Jam të përfundoj se kam edhe 2-3 pika cilat kam me i thonë. Do me thonë është gjysma e një të vërtete. Në qatë gjysëm, na nuk e kontestojmë, po e vërteta është 50% shi 100%. Pika tjetër është, ky komision njëjtë ka thonë që puna e Komisionit Shtetënor të Murat Mehës nuk ka qenë transparent dhe nuk ka qenë me praktika evropiane e cila nënkupton debat gjon publik, informim gjon publik. Tash kur mos e haronin, korrik të vitit kaluar. Na në Kuvend bashkë kemi pru rezolutën edhe kemi obligu qeverinë e Kosovës para se me nënshu demarkacionin me malin e zi, me informu Kuvendin, jo veç komisionin parlamentar për punë të jashtme, po Kuvendin e Republikës Kosovës ku të bëjë edhe debat. Ata e kanë shkelat. Kjo ekziston i zanafil. E kanë shkelat edhe kemi mrinë që të përfundim. Mu që kam vjen keq është që nuk po përfundon
tema e demarkacionit tash, sepse si po duket komisioni ad hoc as nuk e ka pas mandat me përfundu këtë temë, po ka ndarë me vlerësu punën e metodologjisë cilën e ka përdor Murat Meha. Do më thonë, kjo është nuk ka përfundu dhe na mbetet ende dilemë shumë e madhe, edhe nuk ka zgjidh asnjë çështje sepse nuk bëhet demarkacioni i kufive dy shteteve vetëm me zona kadastrale, apo me dhëna kadastrale. Ajo është një prej shumë pikave tjera cilët bëhet dhe është mundësi e humbur, edhe kjo veç tregon që pika demarkacionit ka me qenë një prej pikave të vazhdimit të kësaj krizës tonë politike që e kemi. Zoti Abdixhiku, ajo që u përmend, domethënë një pjesë e banorëve të cilët janë të prekur nga kjo pikë nga çështja e demarkacionit kanë ankesa për mënyrën se si ka shkuar. Gjeografët tonë vendor kanë ankesa, opozita ka ankesa. Në anën tjetër, pushteti, komisioni qeveritar, presidentja, komisioni i formuar, po thotë që është gjithçka në rregull. Ku është, i kemi dy anë, kujt mi besu? Këto është problemi, pra i kemi dy mendime për një çështje të njëjtë që çdo është me qenë teknike, të rënë zemër, sepse matja është çështje matematikore, nuk është çështje e interpretimit politik. Ase marris mend ku ka qenë tokat e Kosovës, por është çështje fakteve dhe krahasimit të dhënave që kemi në dispozicion. Tash ne kemi një problem politik, pra të transformuar nga një problem teknik në problem politik, dhe tash ka filluar gjithë ky ngërsh i ballafaqimeve në Kosovë, sepse më tepër është punë e inatit ose e interpretimit në publik se kush po fiton ose kush po humbën një çështje e tillë. Unë shoh se problemin e demarkacionit e kemi pas një mundësi të mirë të zgjidhjes kësaj problematike, sepse ka qenë tema ndoshta më e lehtë për gjitha temave në cilën janë përplas pozita dhe opozita në Kosovë. Dhe starti ose fillimi i trajtimit të kësaj problemit ka qenë ndërtimi i një komisioni të përbashkët të gjitha palëve. Pra, kur kam probleme ty, ne duhet me ndërtu një komision të cilët i besojmë të dytë. Nëse ne vjen një palë, një komision njërës palë, atër pavarësisht rezultatit. Dhe nëse rezultati është shumë i mirë. Son s'pe paragjykoj rezultatin se s'kam kur far kapaciteti me trajtu që është teknike të demarkacionit. Po nëse është rezultati i mirë, i sakt, prap fakti që nuk është komision gjithëpërfshirës dhe nuk i merr për bazë brengat edhe të palës tjetër e dëmton ato. Tash brenga palës tjetër, e tha me drejt e liri, nuk është në faktimin e procesit të përdorur aty. Brenga është rrënësore. Gabime çfarë ka thonë qeveria deri tash. Çdo komision që vjen edhe që e vërteton përdorimin e çështjes kadastrale ka me gjetë që s'ka parregullsi. Është i njëjtë rezultat, sepse problemin e kemi te metodologjia që është përdorur në përsaktimin e vizë kufitare. Por mos harrojmë tek ne kundërshtimi kryesor faktik, pra, nuk ka ardhur prej opozitës, ka ardhur prej ekspertëve të fushës, që është Departamenti i Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës, janë njerëz më të mirë që ka Kosova. Këta që i kemi. Madje unë moram të shtova kur një zyrtar qeverie i ofendon këta. I thon jugo nostalgjik veç pse japin një mendim profesional të fushës vet. Pra ne në vend se me ofendu këta njerëz, është mirë me i marrë tavolinë, me i konsultu, me i pa çfarë janë argumentet e tyre dhe ta ndërtojmë një komision që i trajton argumentet e tyre, jo të opozitës, sepse opozita kanë transformuar me siguri një çështje teknike në çështje politike, është punë e tyre, por e kemi një ekip, një departament ton ekspertësh, kolegë të Komisionit Shtetëror, pra, të cilët kanë vërejtje në metodologjinë e përdorur dhe thonë se në 23 metodat botërore të njohura, kjo kadastrale është e fundit. Ajo për publikun, do me thonë, e thatë që për çështjes teknike opozita mund të shfrytëzojë edhe këtë në politike, po shikuesit, njerëzit e thjeshtë që na këshyrin neve sonte, kemi një pjesë që po thotë është në rregull, pjesa tjetër që është në rregull. Tash kujt mi besu? Kujt mi besu se është mirë? Interpretime politike mundën me bën këtë moment. Interpretime teknike dhe profesionale mundën me bë vetëm ka përfshira profesionistëve. A diçka është tragjedia më e madhe kësaj pune, se ne kemi një komision shtetëror dhe një departament të gjeografisë, të cilët nuk kanë takuar asnjëherë në një studio ose në parlament ose diku tjetër me një komision përballë parlamentar për të trajtuar këtë problematikë. Ne gjejmë kohë me diskutuar tema edhe më të parëndësishme, të mundshme, por një çështje kaq shqetësore me profesionistë që kanë mendime të kundërta kurse kemi ul bashk, me pa kush e ka drejt, se na nuk po paragjykojmë fund fundit edhe rezultatin. Jo, absolutisht, se dim kush e ka mirë, se është e padrejtshme, është çështje specifike, po kërkojmë që këta të ballafaqohen, nëse është e pamundur ballafaqimi i dyre, le sillet një komision që i ballafaqon argumentet e dy palëve. Po veç edhe për Arbana është tu gjua e opozitës edhe mes zyrtarëve qeveritar, prap kemi një gjuhë
ma të rënd, jo drejt zgjidhjes, po drejt ngërqit edhe ma të madhë. Sepse në mungesë përfshirjes dy palëve, siç po thotë edhe Lumiri, dhe të ekspertëve të dy anëve, tash po shihet erdhi një komision ndërkombëtar vetëm ja miratu qeverisë ato që ka thonë deri më tash. Si fitore e qeverisë me këmbgulin e tyre që kjo është linja kufitare. As qytetarët kuj mi besu, kuj me së besu, nuk janë të e ditë shumë mirë se që është ndodhë, se s'kanë pa kur gjë konkrete, as për një nespal, as për anës tjetër. Në alar nuk e pa më dokumentin se qka po thonë këta zyrtarë. Është në regull, po për më ubin ti duesh me i pa disa linja me marrë vesh për qka është, a është tu ta kontestu, diçka aty, ata kanë ardhë, ata kanë bodi, qytetarët apo thoi nuk kanë ardhë, s'kanë marrë as një dokument për i lesh. Mirë, let na i sjellë opozita këto dokumente. Dhe pafundësisht kemi me pas tash edhe duke u shfrytzu politikisht këtë situatë, pafundësisht kena me pas një debat që s'ka me na qu kërkon heq, veç kena me ushty edhe ka qenë kauz, se për shtatë kanë dalë edhe në protest njerëzit. Edhe tu ka bu në nëshkrimi... Protesta e fundit ushty për shkak nështë edhe që saj pune, që nuk u ditë se qëfar do del e vlerësimi. Apo jo, zoti Deta? A ushty për edhe për këtë punë? Atëra do të ketë protestash? Masi ka dalë ky raport, a pritet që të ketë opozita protest? Se di, ato do të vendosin në takim të përbashkët liderët e partive opozitare. A kemi opozit bashkuara? Po, ende ka. Zyrtares, do më dhëmë prit, hala kemi. Dje ka dalë një komunikat të opozitës bashkuar që do të thotë që ende ekziston. Po pës për shkak që javën tjetër do ta kemi... Për shkak që javën tjetër do ta kemi zgjedhjen e presidentit, do të zëm pranimin, inaugurimin e opozitës së re, ende nuk e kemi të qartë qëndrimin e partive opozitare se cili do të jetë qëndrimi tyre karshi kësaj. Nëse më shtu pak qëtu që na pini kanë vështrimi tjetër të shlirum prej barës politike. Nuk ka pas sinceritet prej dy palëve, edhe prej vetëvendosjes, edhe prej AK-s, po, sepse ata nuk pajtohen. Ajo ishtë një, joni nuk shkryna në kuvend, jo ti shkryesh në kuvend se ti ke qenë pjesë e marrëveshjeve të opozitës me gjujt vo, se njerëz deputet tu, edhe delta ashtot, unë nuk muj se unë jam gjenerate vjetër, kjo ishtë një arsyetim koti për tërheqjen e tij. Tërheqja e zotit Haradina është bo pas deklaratës së ambasadorit Amerikan në ditën kur thot kanë te kalu e pat një deklarat kogjatë rand, ai duhet me qenë sinqert, me thonë, unë nuk pajtona në këto pika dhe nuk ka me mujt me një listë për bashkët me hi me vetëvendosin për qëtë arsye. Unë më nëjnë ndryshe me pas qasin me ndërkombëtar. Unë e kam një qëndrim tjetër, sepse jo zyrtarisht flasin kredi qka tjetër edhe para publikut përmirësom nëse kom gabim, në njëjtën, jo zyrtarisht, zyrtarët e vetëvendosis dalin, thonë jo, ne kemi me i pri blokot opozitar, nuk ka shansë ndryshe del në konferencë. Nuk ka pajtueshmëri, është shumë e qartë, është shumë e dukshme dhe nuk besoj që bashkim ndoshta për me ftu prap një protestë mirë, por nuk po shoh që ka bashkim më të madh se sa që ka pasur në fillim. Me deklaratat që janë dhënë prej të dy anëve, edhe prej AK-s, edhe prej Dardanit, që dole edhe në televizion me disa deklarata goxhat ashpra, nuk po shoh që ka me pas qëndrueshmëri edhe ky blok opozitar fatkeqësisht, edhe këtu po na hudhen poshtë edhe kauzat e protestës. Mendoj që problemi ka, demarkacioni ka me met problem pa parasysh ka opozitë bashkuar. Kjo ka me met... Demarkacioni ka me met si problem. Po ajo po na mbet problem. Ideja e një diskutimi tillë çfarë kemi na sot, është por me gjithë zgjidhje mos me na met problem. Tash, Vjosa dhe unë me 20 nëntor kemi propozu zgjidhje që kanë me qenë tona partit politike edhe ekspertët tonë, cili kemi në komision të kuvendit. Një komision cili e kish te kalu me hierarki komisionin e Murat Mehës. Edhe na nuk mundemi me kalu vitin 2016 të u marrë me demarkacion. Po nuk kena qare për mbyllë si tim. Nuk kemi qare për mbyllë si tim. Ma që shumë mbyllët si tim. Jo, zonja Asmoni, pyetja e njëjtë është edhe për javën tjetër. Kjo mundet mu mbyllë si tem, edhe ka mujt mu mbyllë si tem, qysh e tha edhe Iliri, qysh nga nëntori i vitit të kalum, në qoftë se palët, në fakt opozita këtë pjesën e propozimit ton për
komisionin ad hoc brenda kuvendit për çështjen e demarkacionit asnjëherë nuk e ka kundërshtu, kanë qenë zyrtarë të qeverisë që kanë thënë konsensusi është i pamundur, që është deklaratë jo serioze, sepse gjithnjë për çështjet e interesit shtetëror duhet me arrit konsensus dhe nuk është i pamundur, akoma nuk është kur ka vullnet, dhe aty është propozuar një përbërje e një komisioni brenda kuvendit që do t'i kishte arrit dy çështje që sot po konsiderohen të pamundura. E para, rikthimin e opozitës në kuvend dhe funksionimin normal brenda institucioneve, duke shfrytzuar mjete brenda parlamentare. Pra jo seanca, sepse debatet në seanca asnjëherë në fund nuk të prodhojnë një zgjidhje caktuar, por vetëm më shumë debat, vetëm më shumë ndarje. Por një komision të caktuar i cili përveç përfaqësuesve të partive politike që do të udhëhiqej nga opozita në këtë rast, si çdo herë në shumicën e praktika parlamentare që i kemi komisionet hetimore, do të përfshinte edhe përfaqësues të ekspertëve vendor, por edhe ndërkombëtar. Atëherë do t'i kishim të gjitha palët dhe atëherë në fund do të mund ta kishim një rezultat që do ta zgjidhte përfundimisht këtë çështje. Në qoftë se kjo nuk ka sjell rezultat, atëherë duhet prapë me rimendu çështjen e rikthimit në kuvend edhe përfshimit të gjithëve. Ndoshta së paku për t'i diskutuar, për t'u rikthyer te pyetja kryesore. Nëse metodologjia e përdorur ka qenë ajo që është dashur të përdoret ose jo, sepse nëse edhe pas një komisioni që përfshin ekspertë të nominuar nga qeveria amerikane, nga qeveria gjermane dhe britanike, mos gabofsha, përsëri nuk kemi asnjë zgjidhje, atëherë duhet nuk mjafton thjesht me dalë me deklarata unë fitova ose ai fitoi, sepse s'na intereson kush po fiton këtu, kjo parti apo ajo parti, më rëndësi është përfundimisht ka nisi kauze cila ka ardhur në një pikë tjetër të re, kemi një situatë të tillë çfarë kemi këtë javë, javën tjetër kemi një momentum tjetër të ri ku pritet që të bëhet dorëzim pranimi apo inaugurimi presidentit të ri, opozita ka dërguar në gjykatë kushtetuese, ende nuk kemi vendim, a pritet nesër apo javën tjetër, ende nuk e dim. Zoti Deda, ju jeni deputet, a keni marrë ftesë për inaugurim të presidentit të ri javën e ardhshme? Po edhe nëse e marr me siguri nuk e shoh. Nuk është. Qysh nuk kanë me pa gjithë ata njerëz cilët i ka ftu zoti Thaçi, cilë nuk kanë me ardhur në inaugurim. Dami i cili ka shkaktuar Kosovës me zgjedhjen e tij është i jashtëzakonshëm, ato ka me pa populli jon, edhe çdo antar i PDK-s 2 vjet të ardhshme. E ajo ka me fillu me mungesën e prezencës të presidentëve, cilët janë ftu në inaugurim, s'ka me ardhur asnjë. Jeni sigurt që s'kanë me ardhur njerëz? Po, keni me pa edhe vetë javën e ardhshme. Më shumë bëni përshtypje vendimi që kjo ceremoni të mbahet në shesh. Tu e ditë që është situatë e tensionume, pse duhet me provoku masë. Ndoshta me parandalu ndaj protestë? Jo, e kundërta, ti nuk e din çka mundet me ndodhë, çfarë grupi pa kënaqur mundet me reagu, pse është dashur me ndodhë kjo në shesh. Po ndoshta grupet nuk mund të arrijnë deri te pjesa. A e din kundërshtimin që bë zgjedhjes ti? Deri te ajo që policia me ndërhyjmë ndalu grupet, atëherë çfarë procesi inaugurimit është ai? Tu ka një planifikim para prak se çka do me ashtu o zgjedh me polici, grupet e pakënaqura kanë qenë jashtë kuvendit me koktel Molotov. Me maj ceremoni. Rugova s'ka bo. Po pra, ish presidenti Rugova ti nuk je dal me zgjedhje me referendum. Ty populli nuk të ka zgjedh. Nuk je dal me referendum që me të prit ty krejt qytetarët ata që ta kanë dhënë votën. Kjo është provokim i situatës. Se çka ka në plan na pritet shihet se çka ka më ndodh. Mirë, po na nuk kemi ende vendim të gjykatës kushtetuese që ka dërgu do të ketë, natyrisht që do të ketë para. Zoti Abdiziko, ajo që e pyeta dhe zotin Deda është çështja e protestës që është hyrë prej opozitës, në anën tjetër kemi javën tjetër prap çështjen e zgjedhjes apo ardhës në krye të presidencës zoti Hashim Thaçi. Si po ju duket juve tërë a do të ketë protesta javën e ardhshme? Para punës do të parë sa është serioze qarja brenda partive opozitare. Për mua gjithmonë kanë qenë jo natyrale pjesa e madhe bashkimeve edhe në koalicion qeverisës, po edhe në koalicionin opozitar, sepse ka shumë jo natyralitet në pikpamjet kryesore të pjesëmarrësve të aty. Dhe si duket ky jo natyralitet ka shpërthy, do të parë sa është serioz. Tash ka një kauzë të demarkacionit që mundet me ushqy unitetin brenda partive opozitare, po, sepse është një kauzë që i ndihmon atyre, nëse asgjë tjetër
pra i bën është dashur paktën të bëjmë bashkë. Por në anën tjetër nuk shoh që ka një institucion që është dashur me qenë i gjithëve, siç është institucioni i presidentës, që mundet me adresu tash problemet e partive politike në vend. Pra nëse deri dje kemi pas një institucion që ka qenë unitar dhe ka qenë potencialisht afrusi problemeve ose afrusi i akterëve të skenës politike, tash e kemi humbur atë institucion. Sepse një njeri që ka kriju pjesë më të madhe të problemeve nuk mundet me qenë gjyqtari këtyre problemeve. Mos harrojmë presidentja në ikje, në shkuarje, zonja Jaga, mund të mos ketë qenë faktor i unitetit ose i bashkimit të gjithë individëve në Kosovë, por nuk ka qenë faktor përçarës. Zoti thotë që është tipik faktor përçarës. Pra roli i tij do të jetë më tepër partijak se sa unitar. Unë natyrisht kam vërejtë të moja me mënyrën dhe me këtë farë madhështie të inaugurimit mbretëror, thuaj se kemi një punë aq mirë sa që tash do të shesh dalim qytetar ta festojmë dhe ta trajtojmë këtë zgjedhje si ku me diçka. Përkundrazi Kosova si ka hije një zgjedhje shumë më pak madhështore se kjo që po bëhet. Më pak glamoroze se kjo që po bëhet. Më pak e tillë. Për faktin jo për shkak se po zgjedhin president, se mirë që po zgjedhin president, po për shkak mënyrës së zgjedhjes së presidentit, sepse i njëjti nuk është, mos harrojmë, nuk është as figura apo qyr, jo opozitës, po as e zgjedhësve ti, sepse pjesa më e madhe e zgjedhësve ti kanë thonë kemi bë punë zori, domethënë kemi një situatë po pra, që ka i vërtet. Domethënë nuk e kemi një situatë të gëzimit, po tillaj po don me shndrru fitoren e tij. Po në anën tjetër për qytetarët e Kosovës, për partitë politike, për aktorët e tjerë, ne kemi humbur një institucion që ka mund me dhënë zgjidhje edhe krizës politike në Kosovë, po edhe çfarëdo krize tjetër në 5 vitet të ardhshme. Në fakt, nëse më lejohet vesh një fjali, unë mendoj që në 5 vitet e ardhshme institucioni i presidentit do të kontribuojë edhe në thellimin e krizave apo në krijimin e krizave të reja. Kjo do të shihet më së shumti kurdo që mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare, kur vendoset për formimin e qeverisë. Konsideroni nëse do ta kemi një situatë të ngjashme, kur PDK-ja shembull dele para dhe partitë të tjera mund të vendosin që të bëhen bashkë, edhe pse tani një skenar i tillë mund të duket i pamundur pas mos pajtimeve të mëdha mes LDK-s dhe partive të tjera, por supozoni që një grup i madh i partive bëhen bashkë dhe e kalojnë këtë 50%-shin. Vendimi i gjykatës kushtetuese që tani është në fuqi lejon një hapësirë të tillë për presidentin që të përcaktoj kritere në diskrecion të plot të institucionit të presidentit se kush do ta formojë qeverinë e ardhshme. Pra, Hashim Thaçi do të mund që në çdo rast të përcaktoj vetëm kritere që i lejojnë partisë së tij të formoj qeverinë, qoftë edhe nëse kjo do t'i lejë institucionet. Ai ka vendorë qeveria e partisë, po thotë që është presidenti unifikues. Po thotë se çdo kush po i besoj, ka as ai vetës nuk i beson kur e that këtë gjë dhe nuk besoj që ka qytetar Kosovë që e beson një deklaratë të tillë. Natyrisht që postin e presidentit do ta shfrytëzoj në favor të partisë së tij. Është krejt, domethënë praktika e tregon një gjë të tillë dhe puna e tij në vitet e tij në politike dëshmon një gjë të tillë. Pra, edhe kjo ka qenë një për arsye. Nuk mbetet keq se janë në koalicion me partnerin, me PDK. Nuk mbetet keq për çka? Nuk mbetet keq nga pozicionet, nga postën, nga vendimet të rëndësishme. Kjo është temë krejtësisht tjetër, na po flasim për momentin për postin e presidentit dhe faktin që nuk duhet të jetë faktor përçarës, është çështje që kërkohet me kushtetutë dhe nuk pritet që një gjë e tillë të ndodhë në 5 vitet e ardhshme. Madje zoti Thaçi qysh tani po pretendon që do ta fitojë edhe një mandat, thotë që do të kandidojë edhe për një tjetër. Ajo që do të ndodhë, pra siç e thash në fillim, do të krijohen edhe kriza të reja në 5 vitet e ardhshme për shkak të njeriut që e kemi në krye të këtij institucioni. Zoti Mustafa, kryeministri, ka thënë që zgjedhja e presidentit Thaçi ka parandaluar anarkinë në javën kur është zgjedhur. Kjo ideja e anarkisë, unë tashmë më njerë pju tregoj, këtë lloj fjalori politik është përdor vetëm nga në Evropën lindore dhe qendrore prej atyre ish sistemeve komuniste, edhe qashtu është, në një vend demokratik, kur kush nuk e përmen anarkin, pse ku vendi s'pe zgjedh presidentin. Të lutna, kjo është me qesh, aq është qesharake, po edhe është e turpshme që kemi ndigju për zyrtarëve qeverisë asnjë lloj kvalifikimesh, sepse në kushtetut është shumë e qartë. Nëse nuk e zgjedh presidentin, shkon në zgjedhje. Ose në raund të parë, nëse s'të kalon presidenti, e gjeni president konsenzual. Kështu që na kemi pas mundësi, me i bot tonat, procesi i zgjedhjes zotit Thaçi president ka qenë
Gjithashtu proces i shantazhit edhe i korrupsionit. Edhe une nuk është në nder të Kosovës që një njeri i cili është përqars, i cili krijon kriza, i cili mbjeton në kriza, vjen në kryet shtetit në bazë një procesi shantazhues dhe korruptiv, dhe tash na edhe 5 vjet tjera duhet me qenë të izolum politikisht, sepse si ka dyrë të hapuna në botë, dhe pa mundësi me pas një institucion ku mundën me shku jo veç partit politike, po edhe subjekte tjera shoqënore me adresu në qashtje. Njeriu i cili përshan edhe s'ka përkrahjet popullit, edhe diçka, të kthejna edhe një herë të i ky inaugurimi grotesk që do të bëhet sot një javë. Kjo e kallëzon një munges të jashtëzakonshme madhështie të presidentit ardhshëm. Mos harrojmë gjithë. Ish presidenti i ndjerë Ibrahim Rugova, ai ka pas përkrahje të jashtëzakonshme në Kosovë, po kur si ka shku në men me dalë tash aty me bo inaugurime tilla. Kjo tregon edhe karakterin e njeriu çfarë po na vjen në kryet shtetit. Mirë, veç e kemi një moment, zonja Gjara, ajo që u tha, do më thonë, e kemi një inaugurimi javën tjetër. Opozita ende s'ka marrë vendim. Ngërë që po vazhdon, blokada po vazhdon, në kuvend nuk janë deputetët opozitor, kushtetuesin po presin. Zgjidhja, ka zgjidhje për kësaj situatë ku kemi sot? Krejtën varet prej vendimeve të opozitës, që shka me reflektu opozita edhe që ka për ndryshe u përmend, une nuk përsho disponim të kryeministrit që me ftu mrenda opozite. Ne pa deklaratën në mpej. Ne nuk falim to. Me thonë, është qasja, është aroganca që në vazhdimësi jetu e përketsu situatën, nuk jetu e afru. Në njëjtë, unë për të thëmë, jam e bindun që vendimi ti për me majtin zgjedhjen e tij, pranim dorëzimin në shesh është vetëm për me thonë që çfarë opozitet egër kemi, se ka me prit, ka me pas reagimet. Kujdo qoftë, ndoshta edhe një grupi të vogël qytetarëve ka me pas reagime atë ditë. Nuk ka disponim të këtij koalicioni me afru opozitën edhe me u zgjidh kjo çfarë. Nuk e di, po mendoj, ndoshta më mirë mundet me folë edhe Iliri tash në këtë rafsh, vetëm unë po shoh përkeqësim situatës, zhagitjes shumë proceseve. Tash mos të mesimi kemi stagnu në demarkacion, në asociacion të komunave serbe. Kanë mes shumë probleme tjera, ka shqetësime shumë të ndoshta. Është liberalizimi vizave. Unë prap nuk besoj. Liberalizimi, më falë, mësoja prej nesër po veç mësoja s'ka lidhje me liberalizim. Nuk ka lidhje me liberalizim mësoja. Mësoja. Politikanët po shfrytëzojnë për mënyra të ndryshme. Po shfrytëzojnë, po a di pse shfrytëzojnë? Mësoja nesër, çka fiton qytetari prej kësaj? Mësoja nuk ka lidhje në nesër këtë kohë është prolakmu që kena me pas kjo të çon liberalizim. Edhe në bodë disa sqarime individuale që nuk ka të bëjë me liberalizim. Na flet edhe pak ma detajisht Lumiri për këtë çështje. Mësoja, një marrëveshje parë kontraktuale me BE-n, asnjë prodhim industrial dhe bujqësor prej vendeve të Evropës në Kosovë kanë me të hy pa taksë doganore. Buxheti i Kosovës është i mvarur prej tyrave, prej doganave. Nuk është investu në prodhimin vendor, nuk i konkurrueshmëri të prodhuesve vendor. Dhe përveç një marrëveshje që po bën me BE-n, tim rende kime pësu në tyra fillimisht, do mirë mundet me të regu 20 milion euro prej për cilat Taljan minusin. Nuk taljan minusin, mirë, për nuk keme pas në trekt mbrendshëm produkte të eksport, mundet me nga të regu edhe Lumiri, mirë, po nuk janë edhe përfitimet pas një marrëveshje ndërkombëtare për prodhues vendor, në këtë situatë nuk ka shumë komoditet për ta. Para se me dalë të mësoja, më leve shumë shkurt në atë pyetjen paraprake për çështjen politike. Për zgjedhjen politike. Për zgjedhjen politike, qysh unë besoj se duhet me dalë. Nuk e di qysh ka me dalë ky vend për kësaj krize politike, por unë qysh besoj se duhet me dalë është se në një rrethon të caktuar, po supozojmë që krijohet një ekip që i afron këto palë disi, e nuk ka me qenë presidenti, pra të kemi parasysh. Përmendur presidenti veç ta qartësojmë për publikun për hir të korrekcisë, edhe dy presidentet e kalum, edhe zoti Fatmir Sidio, edhe presidenti Djer Ibrahim Rugova kanë qenë kryetar partish nga një parti nga LDK-ja. Domethënë zona Osmani, jo, po kanë qenë kryetar partive, ju keni qenë shëmtare njërit. Po natyrisht, po nuk kanë qenë faktor përçarës të spektrit politik në vend. Kanë qenë kryetar partish, unë e thash. Kanë qenë kryetar partish, mirë po nuk kanë qenë faktor përçarës të skenës politike që është krejtësisht tjetër çështje.
pra nuk po bëhet në vija të pajtueshmërisë së afërimit, ose në fund fundit po bëhet diskutimi në vija të përmirësimit, nëse ka ndodhur diçka të kaluar. Mos do të tash tutje sepse kemi shkruar me kushtetutë se duhet me qenë faktori uniteti. Po më lejo të kthehem tek të zgjidhjet alternativa që këta dy deputetët sot i kanë prezantuar shumë herët, po vjen bë diskutime të tjera. Unë po besoj sikur prezantimet e tilla bëheshin nga një trup ndërkombëtar ishin marrë shumë seriozisht. Po janë bën nga vendorët edhe nuk mirën. Po kështu zgjidhja shumë e thjeshtë, pra. Është e thjeshtë kur ka vullnet për me bëj zgjidhje. E para, partitë opozitare, po dhe partitë në pushtet, para se të brengosen për datën e zgjedhjeve, duhet të brengos për reformën zgjedhore. Sepse ne mundem me marrë sa herë dojmë zgjedhje, prapë kemi pas probleme me lista zgjedhore, prapë kemi pas probleme me vota 120%, prapë kemi pas probleme me komisionerë që i caktojnë kandidatët në për lista se kush do të me qenë deputet e kush jo. Edhe në fundi prapë kemi pas këtë farë pështjellimin e interpretimeve të gjykatave kushtetuese rreth pozitës së shumicës ose pakicës. Neve na vyn pra me bën një premje, me thonë e kam pas keq herën e kaluar se shumica parlamentare mund të bëj për atyre që janë shumicë në parlament, na vyn me pas një zonë ose 7 zona ose 34 zona, pra le të diskutojmë dhe na vyn me pas 1 milion votues sa janë banor në 18 vjet MB në Kosovë, e jo 1.7 milion sa i kemi në lista zgjedhore. Pra kushti i parë për me ndodh një pajtueshmëri këtu është me fol për reformën zgjedhore. Dhe këtu tash kanë përshtypjen se mundemi me inkuadruar edhe Komisionin e Venecias, sepse mirët me reformën zgjedhore, është i njoftën për reformën zgjedhore, dhe tek pasi që Komisioni i Venecias e jep një verdikt final për këtë reformë zgjedhore, të përcaktojmë datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme si produkt, kjo shumë e rëndësi, jo i gazit të sjellës, po produkti i reformës zgjedhore. Se pjesa më e madhe e kritikave ndaj opozitës që bën edhe prej faktorit ndërkombëtar për vendor është në mënyrën e zgjedhjes ose arritjes së një qëllimi. Nuk guxon gazi më bë precedent. Tashti, e dyta. Po kush më bë këtë premje? Jo, nuk është presidenti. Ta kemi qartë. Presidenti edhe nëse bën një gjë të tillë nuk mundet me implementu për shkak të faktorit përçarës. Këtë që diskutojmë. Jo, neve na vjen të i vetmi institucion ose i vetmi jo institucion, po i vetmi trup që mund të bëjë një gjë të tillë është faktori ndërkombëtar i cili ende dëgjohet në Kosovë fatkeqësisht shumë më shumë se sa propozimet e brendshme. Edhe tashti te komisioni e demarkacionit e kemi ekspert vendor, po s'po ngon kush. Tashti, e dyta, problemi i dytë që është shumë i rëndësishëm është statuti i asociacionit të komunave deri dje që ishte me shumicë serbe, tashti vetë serbe, ose pa fare serbe, sipas interpretimit kushtetues, i cili është thelbi i ketë nisjes së ballafaqimit këtu. Ne ende nuk e kemi zgjedhur problemin e statutit, si do të funksionojë ai? A do të kenë karakter të shërbëzve civil ata shërbëes aty? A do të jetë vetëm i komunave serbe? A do të jetë niveli i tretë? A do të ketë pushtet ekzekutiv? Pra, këto çështje duhet me u zgjedh tuj përfshi palët në ndërtimin e këtij statuti konform një interpretimi shumë të mirë të gjykatës kushtetuese. Edhe pak shumë shkurt e kam kërkuar falje që më merr këtë minutash. E treta, pika më e rëndësishme është në thelb këto probleme derivojnë në për shkak të një procesi negociator që e zhvillojmë me Serbinë tash asaj kohë, i cili kemi thonë vazhdimisht është pa plan, pa strategji, tërësisht transparent, pa u pyet Parlamenti i Kosovës, dhe në fundit pa një sinergji të partive politike. Dhe nëse neve na vjen një detyrim ndërkombëtar se ne duhet me negociu rreth çështjeve të brendshme të Kosovës, atëherë njëjti detyrim duhet të transformu në unitet. Pra nuk mundet dikush pse është pushtet për një çështje kaq madhore të Kosovës me marr vendime vet sepse është arritur ai vendim me unitet të Kosovës. Për çështje si këto pra na vjen një trojez që dalin prej problemeve. Dhe zoti Abdixhiku nuk është duke vazhduar që sa vjet. Kemi ngërçim prej bllokut të do të kemi prap ngërç, do të kemi prap probleme, do të kemi prap parlament gjysmak, do të kemi prap tension në Kosovë. Dhe mos harrojmë, tensioni në Kosovë ka më kushtuar shtrejt, ekonomikisht e kam fjalën. Ka më kushtuar shtrejt në investime të jashtme, në imazh të Kosovës. Kërkoni sot në Kosovë në Google çka del gazi në sjell për leshjen parlament edhe ekstremizmi diku. Domethënë nuk kemi lajm të mirë më në Kosovë. Është fatkeqësisht. Edhe korrupsioni, mos harrojmë, kërkoj falje. Mos i korrupsioni është i pari. Pra nuk po prodhojmë lajme të mira, ballafaqimet nuk po i zgjedhin këto probleme. Po veç lajmi mirë për nesër për shembull është MSA-ja. Po është lajm për Kosovën i mirë. Nëse vlen tash kthehemi edhe te MSA-ja, po nëse kalojmë temën politike, muj me fol aty. E para jo, çetë tema politike, a ka zgjidhje? Jo, dashur nga kjo. Lumire përmendi një premje e cila nuk është duke ndodhur që sa vite, spaku këto 2 vitet e fundit, prej kohës së bllokut të partive opozitare, edhe tashmë që kemi këto sot që po vazhdojnë kuvendi pa opozitë. Në procesin e dialogut me Serbinë po rihapen çështje që janë mbyllur me Pakon Ahtisarit, për këtë duhet jemi të qartë. Dhe në momentin kur ne po rihapim çështje të cilat ne i patëm mbyllur në një tryezë të unitetit që ka përfshirë të gjitha partitë politike në vend,
atëherë ato nuk mund të rinegociohen pa e arritur të njëjtin unitet. Ju i përmendet presidentin Rugova dhe presidentin Sejdiu, që të dy kanë arritur, përkundër faktit që kanë qenë kryetar partish, që ti ulin të gjitha partitë politike në një tryezë, në një, sidomos në kohën e presidentit Rugova, në një kohë kogja tensionuese në mes partive politike, asesi nuk do të mund ta bëj, sepse ajo është pjesë e problemit që e ka kriju këtë përqarje të viteve të kaluara, pra ata arritën që të krijojnë unitet politik në vend. Po, ka qenë kryetar, jo, vetëm ka qenë kryetar partije, tash nuk është. Po, ai nuk është tash kryetar partije, është president, nuk ka asnjë rëndësi, aty është faktor për çars edhe këtë gjë e din të gjithë ata që janë të involvuar në politikë sot, por edhe ata që nuk janë, siç po dëgjoni sot nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ai nuk ndryshon si karakter apo si njeri, apo mendimet që i ka për të tjerët, apo fjalët që i ka thënë vetëm se sot e ka një pozitë tjetër. Mbetet të shihet, do ta analizojmë punën. Jo vetëm pak, se nuk e përfundova. Pra, për të rinegociuar çështjet që kanë qenë të mbyllura me një unitet kombëtar në vend, duhet prapë të arrijmë atë unitet, përndryshe nuk do të mund të i kalojmë këto kriza. E dyta, sa i përket reformës zgjedhore dhe Komisionit Venecias. Në mandatin e kaluar kanë qenë ekspertë të Komisionit Venecias që janë konsultu për shumë nga çështjet që janë propozuar në procesin e reformës zgjedhore, që fatkeqësisht për shkak të mungesës vullnetit politik në fund nuk u votu, nuk u vend. Por si do të shfrytëzohet si vjet po thuhet tema e reformës zgjedhore në Kosovë, po ju them tani, shpresoj ta kem gabim, për mbylljen e listave zgjedhore. Pse? Në mënyrë që partitë politike ti kontrollojnë apo liderët ti kontrollojnë ata 20, 30, 10, 7, sado që i kanë deputet brenda listës së tyre, sepse me mbylljet listave, lideri apo kryesia një partie vendos se kush do t'jenë deputetët. Pra, ky do t'jetë një proces jashtëzakonisht destruktiv për disa praktika mjaft demokratike që tashmë janë vendosur në Kosovë. Kanë mu thirrë ato që po thjeshtëzojnë procesin e andej këndej. Ju keni 40.000 vota, për juve nuk është kjo problem. 40.000 vota si deputet janë më votuar, keni dalë femër. Në mbylljen e listave, qytetari shkon dhe e voton vetëm partinë tani, jo edhe deputetët, vetëm partinë, dhe pastaj kush do t'jenë në ato ulse vendos partia, nuk vendos më qytetari. Unë konsideroj që kjo është në dëm të reformimit të brendshëm dhe rritjes së demokracisë së brendshme në partitë politike, që rrjedhimisht nënkupton edhe minim të praktikave demokratike pastaj në institucione, se që ata njerëz të partive shkojnë përfundimisht në institucione. Dhe e treta, sa i përket asociacionit të komunave serbe. Kjo e tha Lumiri me të drejtë. Vazhdon të jetë një problem jashtëzakonisht i madh. Kemi një vendim të gjykatës kushtetuese i cili akoma në asnjë pikë të tij nuk po implementohet, sepse i kemi në një anë serbët, të cilët po kërkojnë që ne ta anashkalojmë atë vendim të gjykatës kushtetuese, i cili qartë shumicën e parimeve të përfshira në marrëveshjen e 25 gushtit i qet poshtë, duke filluar nga vetë titulli që përcakton monoetnicitet apo një etni në përbërjen e asociacionit. Pra kjo do të jetë një ndër sfidat madhore, absolutisht. Jo, marrëveshjen e 2013 përveç aspektit një etnik nuk e prish, në fakt as nuk hin me analizu. Mirë po thot thjesht që ka të drejtë të formohen asociacione, që është e vërtet. Mirë po ka të drejtë të formohen asociacione si pas ligjeve vendore si OJQ. Pra asnjë nga kompetencat ekzekutive që janë dhe përfshirë dhe çështja e shërbimeve civil është sqaruar në vendimin e gjykatës kushtetuese që absolutisht nuk mund të ndodhë. Por nëse në praktik ne do të mund ta implementojmë atë vendim, është pikpyetje, do të mund ta implementonim nëse partitë politike shqiptare sot do të bëheshin bashkë. Dhe do ta çonin këtë implementimin e këtij vendimi deri në fund. Kjo është e pamundur në këtë farë situatë që ndodh këto partitë politike tona. Ata po e thënë këtë zëshëm. Zoti Deta, ndërlidhna me krejt që ka thënë parafolësit, po edhe diçka. I përmendi Lumiri disa fakte për çështjen e imazhit, gazet e gjitha këto, vend se më marr me tema të cilat i adresum, na po duhet më marr me tema të cilat pak e prekin qytetarin. Unë mendoj që prishja e bashkisë të komunave serbe është shumë përfiton shteti i Kosovës me çka përfitojnë edhe qytetarët e Kosovës direkt. Kjo është e para, edhe aty nuk mundemi me kontestu atë. E dyta, na me këtë qeveri me shpejtësi dritës po shkojmë në shekullin e 18. Edhe mentalitetin politik të vendeve të prapambetura të shekullit 18. Jo të Evropës. Kthim në feudalizëm? Jemi të u kthy, është turp kolektiv nacional shqiptar në Kosovë, që ekziston që kjo lloj udhëheqësie,
edhe që ka njerëz që e përkrajnë qitë lloj udhëheqësie dhe qitë mentalitet politik. Njëjtën kohë. Po veti kemi zgjedhë që të tash shpeshojmë krejt kush çfarë është. E dyta është kjo është fundi i një mentaliteti politik 17 vjeçar në Kosovë, për që ato është që ka që vështirë. Edhe për ato zgjidhjet racionale të shekullit 21 nuk pin ujë në Kosovë, se nuk i ki bashkëbisedusin e kohës njëjtë, nas pojtojmë në kohërat njëjta. Një vend normal, i cili ka që ciloj problemi, i cili kishtë leju me mrijin qëtë problem, në cilin do vend në botë. Me njëherë kishin me shkun zgjedhjet parakoshme, kishin mu marrë vesh për hapat për me shkun zgjedhjet parakoshme, kishin mu bo reforma e mirëfill zgjedhore, dialogu për çështje të mrenshme me ministrat fshin kur nuk ish bo, se ish bo me konsenzus politik gjanë. Këto që apo flasim na këtu, apo edhe i nati cili vjen pri eksponentëve të qeverisë, janë është përplasje e dy botnave të ndryshme politike, që them. Edhe populli jon, i cili çdo ditë është më i varfun, çdo ditë është më keq, i cili na pyet tonëve neve kur po nuk e ka demokracia kjo përplasje. Jo, s'është demokracia. Nuk është demokraci. Njerëz të tonë ne me u marrë edhe pushtetit, se ti harrove që të kanë rajt për liberalizim të vizave. UNESCO në kërkush s'po përmend që ta kanë nënshkru Beogradi marrëveshjen, po, ta kanë nënshkru që s'ka me të pengu në antarësimin e organizatave ndërkombëtare, kërkush nuk e përmend. Nuk është kërkush të u marrë me ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese i cili ka 2 akt akuza dhe ende sot të ecë dhe smerët kërkush me te. Kërkush nuk po flet që të dolen listat e uzurpatorëve multimilioner, kërkush nuk merret me ta që vazhdojnë biznesin. Me thënë, ka probleme edhe mu po mduket, plus mos e harroni gjykatën speciale. Gjykata speciale i konvenon PDK-s zhagitja e këtij procesi, sepse kanë mu prek më shumë të njerëz të PDK-s. Dhe çdo zhagitje, unë mendoj që edhe i ka konvenu Kadri Veselit me dal gazi. Se po të isha kryetare kuvendit, një herë më kishë ndodhë. Jo sa herë do në opozita me ma pru mu gazi në kuvend. Gjykata speciale është kauzë kryesore që partisë në pushtet PDK-s i konvenon. Edhe ne jemi të u marrë me asociacion demarkacion që janë kauza sakta, mirë po harrojmë që semi të u marrë me gjykatën speciale dhe gjithë luftën e komandantëve që ka nis tash që është u shpërqendru vëmendje komplet. Edhe po mendoj që edhe për ato ndoshta edhe ambasadori, edhe vendet e Kundit kanë dalë disa herë kanë thonë, mos harroni se gjykata speciale është diçka tjetër që nuk është u përmend në këto politika luftën e komandantëve që nuk është fort kredibile për shkak është zhvillu në Facebook, nuk po ballafaqohen me argumente në tavolinë, po në Facebook argumente janë të folë. Speciale më shumë kanë më rrit tensionet. Veç ka nis tensionet, veç ka nis. Nuk është aty do të rritë përplasit. Ilir, shumë shkurt, çështja e asociacionit për mendimin tim, apo besoj pajtomi është e përfunduar sa përket interpretimit kushtetues. O kryet, domethënë. Ku aspektin kushtetues asociacioni më nuk është rrezik sipas marrëveshjes, mund të më qenë rrezik nëse këta fillojnë me bë prapë njëjtën shkelje. Nuk po paragjikoj. Po pra në aspektin e mbrojtjes së Kosovës është arrit qëllimi, tash ne mundemi të argumentojmë arrit me gazet e sjellës apo arrit për një mrekulli interpretuese ose për një normalitet interpretues të gjykatës kushtate. Edhe, do të thonë, kjo është mundë me qenë debati, por asociacioni si problem, rrezik, në fillestar, është i përfundum. Mos kemi frikë të paktën këtë moment, pra kemi një interpretim kushtetues që s'mundet me e u transformu ndryshe. Prandaj po them tash kjo përplasje tani kur ka përfunduar asociacioni na kushton. Ka na kushtuar pra në aspektin e sigurisë ekonomike që kemi, në aspektin e sigurisë politike, po në fundit na kushtoi më shumë, po nuk e bënëm në zgjidhje, pra, nëse ne vazhdojmë me u trajtuar 2 vite të dashme kështu ose 3 vite të dashme kështu, atëherë kam na rrit kosto e partjes së saj. Para se me përfundu këtë temë të politike. Se këtu të na fjala publike është zhvlefcu shumë. Apo e dini, edhe këto e ka fillu PDK-ja, zoti Thaçi, cilin e ka vazhdu zoti Mustafa, zhvleftësimi i fjalës publike të dhënën. Njeri i zgjedhur, i cili thot diçka publikisht, zguzon me ndru 2 ditë më vonë me thonë kjo është politika, ajo marrë, ajo shekulli 18. Që ato po thonë ty mentaliteti ku edhe njerëz ton duhet me pa. Çka na vesi njëve njerëz më shumë ti si deputet? Kur po bëhet liberalizimi se po du me ik pi Kosovës? Apo e din, gjithve si intereson popullit mo, as nisem, veç po dojnë me ik pi këti veni. E tash, na duhet mi asqaru njerëzve që kjo jo normalitet, është arsyeja pse është çka jo normale, kjo normalitet ka me vazhdu deri sa të përfundon procesi arrestimeve të gjykatës speciale, duhet me thonë drejt, çështu ka me qenë
populli dashtun edhe 1 vjet, 2 vjet, derisa të kryet arrestimi, edhe derisa të rilind politika në Kosovë e një gjenerate të re. Pikë, që kjo është. Edhe thash, sa do të zgjatë kjo, varet për njerëzve në Kosovë. Po 17 vjet mas, po inshallah nuk 17 shkojnë edhe vjet, 17 të tjera. Po mos harroni diçka tjetër se na po folim për thaqjen president, ne hiç nuk e dim se çka ka më ndodhur me gjykatën kushtetuese dhe asnjë imunitet nuk e ka si president. Kështu që gjykatën speciale. Po, gjykatën speciale, fani. Zoti Teta, po fillojmë me juve, kemi prej nesër zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit për Kosovën. Ne kom votu marrëveshjen për stabilizim asociim, edhe mu ka pëlqy drafti i përfundimtar i cili ka ardhur, se ka qenë dokumenti më i avancuar që ja ka ofruar BE-ja Kosovës. Edhe nuk ka argumentim tjetër. Në realitet çfarë kemi qenë, shumë mirë që kemi marrë dokumentin më të avancuar. Çka është për qytetarët e Kosovës? Është mundësi. Dokumentor si shtet apo si ato Vjosa e ka argumentuar jashtëzakonisht mirë, mos të kthehemi në debatet e vitit kaluam, është normal indirekt si shtet, indirekt, po ajo është me rëndësi e kisha lutë Vjosën me sqaru prap. Po unë e shoh si mundësi të shtetit Kosovës ndasht me zhvillu ekonominë e vet. Biznesi privat mundet më zhvillu. BE-ja e ka leju mi mbrojt disa produkte bujqësore deri në 7 vjet të Kosovës, derisa të bëhen konkurrueshme, çat sa duhet me qenë të konkurrueshme. Nuk na lejon me pas zbrastin bugjetore për shkak të humbjeve fillestare që rreth 25 milion euro maksimum sa e di. Tash nuk jam i sigurt në shifër, por nuk e kalon 25 milionshin. Edhe është mundësi e jona apo dojmë na me u zhvillu ajo me standard evropian. Ndashim u zhvillu me standard, ata neve na kanë dhënë mundësi, na kanë bërë pjesë tregut 500 milion banorëve, me standard tyne, me ndihmë cilin mujnë me marrë bizneset private edhe direkt për institucioneve në Bruxelles. Tash nëse na dojmë me u zhvillu, kemi mu zhvillu. Nëse na nuk dojmë me u zhvillu, në 10 vjet e ardhshme nuk kemi mu zhvillu. Po ata neve na ka dhënë mundësinë. Shqyr Zotit se shumë u punu me marrë këtë MSA pri vitit 2011, ato për ju të regoj. Ambient, sa ka optimizëm në gjithë këtë situatë që kemi komoditet me zhvillu edhe me dhonë hapësirë bizneseve edhe me u marrë me ta. Kështu që ti e të e pa favorizimi që ju ka bo dhe ndëshkimi që ju bo në vazhdimësi me qëfar probleme ballafaqohen bizneset në vazhdimësi, a me ndënë që janë të gatshëm me qenë konkurent tash për tash në tregun e BE-s. Jo, nuk janë të gatshëm, po kanë mundësi për 3 vjet me qenë të barabartë me tjerë. Zotin Asmani, ajo që pyeta zotin Deda si deputet, po më intereson qytetarëve thjesht kjo puna e marrëveshjes së stabilizim asociimit përveç aspektit politik që është e thamë mirë edhe nëse e shfrytëzojmë, çka qytetari thjesht përfiton nga kjo? Po tash mënyrë indirekte mund të përfitojnë nëse këto 3 vite shfrytëzohen në mënyrë të drejtë nga qeveria që të përkrahen prodhimet vendore. Atëherë po, natyrisht që do të ketë, sepse vetë avancimi i konkurrueshmërisë në mes të prodhimeve në vend ka efekt pastaj edhe tek mënyra se si e ka jetën secili qytetari i Kosovës. Por këtu përfitimi ka qenë politik në aspektin që e kemi bo hapin e parë. Vetëm hapin e parë drejt antarësimit në BE, i cili, ta them të qartë, nuk do të mund të avancohet më tej si proces nëse nuk i kemi edhe njohjen nga 5 shtetet e BE-s. Ju pyetet, a e njeh MSA-ja Kosovën si shtet apo jo? Keni dëgjuar interpretime të ndryshme. Baza juridike, pra traktatet e BE-s që janë shfrytzuar apo në të cilat thirret kjo MSA, janë të njëjtë, baza juridike është e njëjtë me ato që është shfrytzuar për të gjitha shtetet e tjera që kanë nënshkruar marrëveshje stabilizim asociimi, mjafton një krahasim me Shqipërinë. Mirë po, ne kemi një nenin 2 që nuk e kanë shtetet e tjera, i cili thot që kjo MSA nuk e paragjykon faktin që 5 shtetet e BE-s nuk e kanë njohur Kosovën. Kjo nuk thot që BE-ja po e trajton Kosovën si entitet jo shtet, siç po thon disa, kjo thot thjesht që qëndrimet individuale të 5 shteteve anëtare janë jo njohëse, 23 janë njohëse, po këto janë qëndrime të shteteve anëtare që nuk e determinojnë mënyrën se si të konsideron ty BE-ja, por natyrisht që është parakush sepse nuk mundesh me ecë matej pa e pas edhe njohjen e 5 shteteve. Po çfarë alternativa ka pas këtu qeveria? Njëra alternativë ka qenë me nënshkru MSA-n dhe me fillu implementimin e saj, me prit në ndërkohë me punu me 5 shtetet
që me të njohë mënyrë që me avancu apo me ecë përpara në procesin e integrimit evropian. Alternativa tjetër ka qenë me bloku komplet edhe mos me nënshkru, do me thonë spaku as këtë hapin e parë mos me bo. Kështu që unë mendoj që është lajmi mirë sa i përket fuqizimit të shtetësisë, por kjo nuk mund ta maj faktin që pa ecë përpara me njohjet e 5 shteteve nuk mundemi me bo hapin e dytë, tretë, e mëtej se Serbia është një 5 hapa 10 para neve, shumë përpara, përkundër faktit që në procesin e dialogut ka bo koncesione. 10 zona me trajonit, në zona në ashtë malet të kena. Zoti Abdixhiku në aspektin ekonomik. Që dialogun me Serbinë nuk e kemi shfrytzu sa duhet për të avancuar në procesin e integrimit evropian, nëse shiqojmë Serbinë e ka bo pikërisht kundërtën. Zoti Abdixhiku në aspektin ekonomik, e përmendi Zoti Deda çështjen e bujqësisë, çka përfitojnë qytetarët, çka përfitojnë fermerët, njerëzit që kanë biznese. Të japë tash një elaborim pak më të përgjithësuar të MSH-s, konform minutave që kemi po besoj në fundit. Unë jam për krasi MSH-s, pra sepse secili njeri që thotë që duhet të shkojë në Evropë e ka të domosdoshme në shkrimin e MSH-s. Nuk mundesh me qenë pjesë e integrimit evropian pa i kalu këto shkallë. Pra MSH-ja si dokument, si parim, duhesh me nënshkru sepse je pjesë integruese e procesit integrues të BE-s. E dyta, politikisht pra është mirë, sepse është një arritje pra integruese, dhe dyta, politikisht është absurde Kosova, para mendoni, me pas marrëveshje tregtisë lirë me Serbinë, me Maqedoninë, me Bosnjën, e mos me pas me Gjermaninë, Anglinë, Francën ose Italinë. Apo kuptoni, politikisht është e gabuar. Pra kur kemi bërë marrëveshje të lirë me CEFTA-n, duhet me bëu edhe me Evropën, sepse është më mirë. Pse është më mirë? Sepse produktet evropiane kanë më bërë më të lira për Kosovën. Pra gjitha produktet që i blejmë në Gjermani, në Francë, në Itali, në Angli, në Bashkimin Evropian, prej veturave e deri te produkte më bazike ushqimore, kanë më liru. Dhe përveç kësaj, ne mundemi, sepse deri tash kemi pas produkte serbe, maqedone më të lira sepse evropiane, ne mundi tash për çmime të njëjta, pavarësisht njëjta të marrim produkte me cilëtet më të mirë që vijnë nga Bashkimi Evropian e që kanë standarde shumë më të mira. Ky është sa i përket plusit ekonomik, drejt për drejt. E treta, më rëndësishmja. Qytetari po prek edhe shumë biznese që eksportojnë në Evropë, sepse ata tash do të kenë një treg të hapur. Kanë pas masa preferenciale më përpara, tash do të kenë një treg më të hapur, si vend potencialisht që kemi drejt eksportimi në BE, për shkak të tregtisë lirë, mundemi me qenë atraktiv për investitor. Jo, mundemi me qenë atraktiv me ditë, mundemi me qenë atraktiv për investitor që vinë nga lindja e mesme ose nga prej Kine, këndej, që munden me hap fabrika në Kosovë, me kriju prodhim Kosovë edhe me eksportu për shkak të fuqisë lirë që kemi Kosovë në BE. Fabrika që i kena një kanë. Po i kemi largu. E tash tani në efekt negativ që mundet me qenë, po që unë nuk po pajtohem me atë që po diskutosh, humbja buxhetore poshtë fakt që na humbi 20-25 milionë euro, po ato janë parë të kosovarëve. Nuk shkojnë buxhet, mbesin në xhepat e kosovarëve. Buxhetet taksat na i paguajmë. Pra për faktin që paguajmë më lirë, nuk shkojnë parë në buxhet, madje me menaxhimin e buxhetit, nuk është se po bëhet komedit çfarë humbje në Kosovë, shumë më mirë parë që po i mesin qytetarëve se sa që më shku në buxhet, por gjithsesi duhet me ngrit, kjo është kapaciteti prodhuesve vendor, sepse tash nuk kemi më konkurrencën vetëm rajonale, kemi edhe gjithë konkurrencën evropiane. Për këtë ekziston një mekanizëm në dokument që thotë se gjatë 7 viteve tashme do të ketë përkraje financiare. Dhe trigu kryesor këtu qëndron në aftësinë e politikave kosovare që mi aftësu këta biznese për çdo vite për me arrit ato. Qofse ne s'bëjmë kur gjë, veç e kemi nënshkruar një dokument, presim 7 vite, ma 7 vite ne kemi pas probleme enorme ekonomike. Qofse dimi shfrytzu këto pare, dimi shfrytzu beneficionet që kemi tani, ne kemi bërë vend normal. A do të mujmë shfrytzu këto zoti Abdixhiku? Në bazë të trendeve jo, po shpresoj që ndodh prapë një premje edhe një kthjellje edhe një rilindje ekonomike dhe politike në Kosovë. Ka mundësi në rrit kapacitetet. Ç'është më ndodh kjo zonja Xhara? Kjo premje, kjo ngritje për cilën po flet zoti Abdixhiku? Po përderisa është tregu tash i hapur, rritën kapacitetet prodhuese mund të rritet të pas çastin fonde evropiane dhe momentin që hapet se ne e dimë politikat. Por veç mujmë u zvoglu me u shkatru prej konkurrencës së fuqishme për shembull. Po tash është tregu më i lirë dhe nuk ka konkurrencë, tash ty të lehtohet. Fal Arvana, veç njerëz tonë kur janë në kontest ngarë globale janë të jashtëzakonshëm. Kur të bojnë garë me kvalitet, ata njerëz tonë të Kosovës cilët e dojnë kvalitetin dalin ndër të partë apo në 10% më të mirë të në botë. Kto e ki edhe në arsim, po e shedhe në botin e artit njëjtë. Të më thonë, kur na kemi hapsin me qenë konkurent, na jemi të jashtëzakonshëm. Unë tash nuk du me dalë mi thonë njerëzve valla keni me hek shumë sa ta janë kvalitet në askena. E bojmë edhe na, populli jonë e donë përparimin. Edhe ka dëshmu vetën që kur ka mundësi,
për me përparon shumë shpejt. Na duhet me I thonë njerëzve sot vetbesim, shumë mirë që e keni edhe një mundësi me tregu potencialin e juaj. Se ti po përmend, kanë dështu projektet ekonomike apo privatizimin në momentin që politika ka ndërhy. Është kërku përqindje, është kërku ta. Përndryshe ka storje të suksesit bizneseve të vogla përkundër shumë problemeve që ka. Mirë, po probleme direkte, qoftë në proces privatizimi, kanë qenë direkt gjatë procesit të privatizimit edhe që nuk I punë me fabrikave. njerëz të pushtetit edhe të hapët tregu, edhe ka me pas qasje direkt në fonde. Në vendet evropiane atëherë po mendoj që kam edhe rritë në vendet e punës edhe ka me pas lehtësira. Është shumë qënësore me I aftësu këto biznese që mi marrë ato fonde. Pra ato mjete janë për bizneset kosovare, të e njoft nivelin e zhvillimit bizneseve me të vërtet lënë shumë për dëshiru, por është qënësore që këto biznese me I shfrytzu këto mjete edhe me shfrytzu këtë farë hapësire kohore që na është dhonë për me ngrit kapacitet tona. Po ndikimi direkt, mos harrojmë prapë, nuk u vret me njëherë, sepse heqja e masave është graduale, nuk është na me një prill që tha doganat dhe kostet doganore kanë më kanë me heq gradualisht. Për shembull për vetura fillon vitin e parë 1% vogël, 1%, 1%, vitin e dytë 2%, kështu me radhë. Pra ka gradualisht. Përmendni një fakt që tha na e dojmë punën, qytetarët janë të vullnetshëm, po sa jemi të gatshëm për treg, sa janë njerëzit të arsimum, të edukuar për me thip, me shkru, duhet me shkru projekte, duhet me thip fonde, gjitha këto, a jemi natë gatshëm për atë treg? Nuk jemi, situata shumë e rëndë. Në nivelin e arsimit të kam fjallë. Absolutisht, po bjo, edhe në nivelin e edukimit, ne kemi thënë gjithmonë forcë punëtore të edukume, po jo të aftësume. Pra kemi forcë punëtore që e don diplomën, po që nuk e ka një diplomë që asiguron vendin e punës. Slovakia shembull, kemi qenë bashkë dhe kemi pa për një kohë shumë të shkurt zhvillimi që është bo potencialisht kemi rinin e cila ka aftësi edhe në të folunit, pa aftësi edhe marrin e dijeve të teknologjisë për shembull, të procesimit të ushqimit, të industrive që kërkojnë pra aftësim, ne e kemi. Problemi është nëse nuk dinë të me shfrytzu këtë rini për mirë, kemi pas barë. Sa inxhinieri kemi të aftësuar, sa teknologi kemi të aftësuar. Nuk kemi asnjë saldus të certifikuar. Veç të them këtë. Kosova e Re kundërtohet tash me 1 miliard euro investime, saldus kemi marrë për Maqedonisë sepse s'kemi as saldus certifikuar. Se kemi 120.000 studentë të marrë diploma e nuk kemi një saldus që shkon e merr një certifikat të saldimit. Apo kuptojmë problematikën e orientimit të fuqisë punëtore në Kosovë. Pra ne kemi orientim edukativ të gabum. Në anën tjetër kemi ekonomi të zezë, jashtëzakonisht fuqishme. Po, është problematike sepse kemi thonë gjithmonë kemi 300 inspektor tatimor që I kontrollojnë 60.000 biznese, drejtë marrë ato 300 inspektor tatimor s'mund mi kontrollu as 300 biznese. Po ka fiskale e cila nuk funksionojnë. Po nuk operojnë ato, e kemi diskutuar në këtë studio shpeshherë, ato nuk operojnë vetveti. Pra problemet ekonomike janë shumëta, po për me nisë me zgjidh këto probleme, se s'po duhet tash me trajtu këtë temë në problematika ekonomike. Për me nisë me trajtu këto probleme, duhet me dashur me I trajtu, edhe dyta duhet me ditë, pasi dojmë. Ne jemi problemin e dashjes me trajtimit të problemeve. Ne ende jemi të dashur me trajtu këto probleme. Kur dojmë, kemi me diskutu qysh me I zgjidh. Debatet janë tani më të lehta dhe më interesante kur dojmë me mendu qysh me I zgjidh problemet e sa apo dojmë. Edhe në çdo mundësi e cila na u ka dhënë, tash ka me qenë I ballafaqim I çdo qytetari ton me realitetin e Kosovës 17 vjet të lirë. Edhe ai ballafaqim duhet me I shtyë edhe njerëz tonë me qenë më ambiciozë në ato që ka kërkojnë. Nuk ka më me kërku veç një dikon të njofshëm, po duhesh me kërku dikon që të sjell kvalitet që të lënë me u zhvillu. Edhe një detaj të fundit, nëse se përmendëm. Kjo ambicie duhet mu shpreh prej momentit kur qytetari shkon te kutia zgjedhore dhe vendos kë po e përcakton të jetë njeriu, për cilin Lumiri po flet, ma let me votu, ma let me votu që është duhet prap, se sa me lyp imigrim për Kanadë, për shembull. Po shpresoj natyrisht që do të mbesin qytetarët, do të mbesin në Kosovë, sepse përkundër faktit që shpresa e tyre herë me tempo më të lartë, herë me tempo më të ulët është mbyt nga njerëz që janë në pozita të caktuara. Unë, si që thash, ambicia e tyre për të ndryshuar diçka duhet fillojnë nga dita kur shkojnë te kutia votimit dhe përcaktojnë se kush do të jenë ata njerëz që, si që tha Lumiri, fillim duhet me dasht, me zgjedh problemin, apo me ju ofru atyre perspektivë, e pastaj edhe me ditë, do me thonë mi pas kapacitetet edhe profesionale, por edhe përvojën që me ofru diçka ndryshe nga ajo që është ofru deri sot. Se po përmend largimi njerëzve, nuk është vetëm aspekti ekonomik. E keqja, e përtejt keqës është që janë t'u largu njerëz me rroga jo të vogla. Do me thonë nuk është t'u pa depresioni kolektiv, ka edhe me pozita të mira, me paga të mira, shtresa
mes më është u largu, që nuk përshë perspektiv, që nuk është vetëm të stadi ullë që të regën që më tepër se sa një vend pune. Ne përmendëm liberalizimin e vizave, so është lajmi mirë ka me qenë lajmi keq që ka poson mas liberalizimit, që ka me qenë hikja masive. Nuk po parashikoj, po e di për fakt sepse ka ndodhur në Shqipëri, ka ndodhur në Serbi, ka ndodhur në Maqedoni, ka ndodhur në secilin vend rajonal ku është liberalizuar viza. Prandaj këtij vendi duhet me thonë shpresë që kjo rini me qëndru në Kosovë. Mos harrojnë ne kemi 55% të rive kosovar që se kanë asnjë ditë pune në gjithë vizet e 20 të tyre. Pra s'kan punu hiç. Edhe njerëzve të tillë duhet me dhënë shpresë që ky Kosovë, kjo vendi i tyre ka me ofru punë dhe kushte më të mira, sepse në fund ditës edhe migrimi edhe ikja prap nuk i ofron atë mundësi. Pra, ne do të ballafaqohemi me një fluks enorm të ikësve. Një pjesë e tyre mundet të me gjetë punë shpejt atje, so për me rinjallë ose për me mbajtë gjallë ekonominë e Kosovës, por përgjithësi kjo nuk është mënyrë e qëndrueshme. Pra, nuk është mënyrë e qëndrueshme që gjithë shpresat tona ti mbajmë në perëndim, nëpërmjet diasporës me remitanca ose nëpërmjet liberalizimit me bajtjen e të pakënaqshme për Kosovës. Shpresa është këtu në Kosovë, pra këtu duhet me kriju. Atë faleminderit shumë zoti Abdigjiko, zona Gjara, zona Osmani, zoti Deda. Shikues nderuar, folëm për demarkacionin, për opozitën, pushtetin, presidentin, gjykatën kushtetuese dhe po ashtu për MSA-n e cila hyn në fuqi. E përfunduam me arsim, ndërkohë që ne kemi intervistuar sot gjatë ditës rektorin e sapo zgjedhur në ora 15 këtu në studiot e Kallzo.com-it, i cili na ka folur për synimet e tij. Faleminderit për këtë debat që ishit sonte ku diskutuam për këto tema. Ta ndjekim tash intervistën. Zoti Demaj, mirë se erdhët në Jetën Kosovë. Mirë se gjetëm. Ju sot jeni zgjedhur rektor i Universitetit Publik Hasan Prishtina në Prishtinë. Apo na tregoni pak kush është Marian Dema? Unë jam Marian Dema, jam profesor i matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Shkollën e mesme kam kryer gjimnazin matematikor, kam qenë gjithmonë në Prishtinë. Kam përfaqësuar Kosovën si nxënës i shkollës mesme në Gara në atë kohë në Zagreb. Pastaj studimet i kam vazhduar në Fakultetin e Shkencave, Departamenti i Matematikës, ku çdo vit gjithashtu kam përfaqësuar Kosovën në gara ndërkombëtare që janë mbajtur në Beograd. 80-ën kam kryer fakultetin, kam pas notën mesatare më të lartë në atë kohë si student i dalluar. Kam kryer shkallën e tretë 3 vjet në fat rekord. Kam doktoruar, kam pas rezultatet, i kam arrit në Lituanin Vilnius, rezultate origjinale, në moshën 26 vjeçare. Kur keni doktoru? Kam doktoruar në 87-ën, domethënë prap kam pas mundësi të doktoroj më herët, mirë po për shkak një historiku të cilën e kam pasur pak më specifik. Domethënë pas keni publike temën e doktoraturës. Po. Pastaj kam dhënë mësim në rajon, kam ligjëruar në Amerikë 2 vite. Tash mbaj mësim në Fjek. Tash jeni në Fjek si profesor. Mirë, po publiku ju mon mend edhe ndryshe, ju mon mend si kandidat për deputet në listën e PDK-s si koalicion, apo jo? Që ka qenë një kërkesë, një presion e intelektualëve që ta marrë kryesimin e PSHDK-s. Edhe kam qenë i bindur që Kosovë si duhet një PSHDK. PSHDK ka qenë Partia Shqiptare Demokraciane është fjala. Edhe kam marrë, pastaj kemi bë koalicion, po si kryetar i PSHDK-s kam qenë vetëm më pak se 9 muaj. Dhe jam tërhiq se e kam pasë. Po koalicion, pastaj kemi bë koalicion me PDK. Në vitin 2009, që se s'ka bëj, kanë kalu 7 vite. 2008-2009. Absolutisht. Politik? Absolutisht. Absolutisht po, jo? Jo, në kuptimin. Nas një parti politike, edhe ata kam hy veç me qëllim që ta ndihmoj procesin Kosovë, kam mendu që Kosovë si duhet një parti shqiptar demokraciane dhe për ata kam marrë detyrën, mirë po jam tërheq pas 9 muaj, ma pak se 9 muaj. Pse autoraqet bashkë me ditë për publikën, pse në tërhequr? Nuk, e pash se nuk zhvillot në një politikë realiste. Unë jam njeri të paktën në kështu kam përgatit vetë, njëri vlerave, njëri i realitetit, i të vërtetës, aty nuk e gjeta vetën. Matematikar, moa? Po, nuk e gjeta vetën, kështu që pashtë arsysh me u tërhek, edhe jam tërhek, ndihemi shumë i kënaqur që jam tërhek, se s'do të kisha mujt me dhënë ndonjë kontribut kështu si që jam. Se politikën tonë nuk bojnë 2 e 2 gjithmonë 4? Nuk bojnë, fatkeqësisht.
Fatkeqësisht nuk bën. Pozita e rektorit të UP-s është përcjellur me problematika gjatë këtyre viteve. Kemi pasur një rektor që është sulmuar, gjuajtur me ngjyrë. Kemi pasur një rektor I cili dha dorëheqje pas protestave për dëshime për plagjiatur. Kemi pasur një rektor tjetër I cili po ashtu kishte probleme me dekanët, profesorët për mënyrën e veprimeve në Universitetin Publik Hasan Prishtina, ndërkohë që Senati kërkoi shkarkimin e tij me pas u rikthy. Tash ju kemi juve. Si e mendoni të parën pse është tonë kjo luftë për të parën e UP-s? Dhe gjithë e dim se Universiteti I Prishtinës është pjesë e qenjes çdo qytetari. Unë nuk e di kolegët paraprak si kanë ardhur, po unë e di vetë si kam pas përkrajën shumë të madhe të studentëve, përkrajën e stafit administrativ, përkrajën e stafit akademik, të senatit, tash në fund të këshillit drejtues. Përkrajën e stafit politik? Nuk më kanë pengu. As du të me bo praktik dy kënë një ambi partive, për DK, LDK, ka një farë perceptimin publik që pa kaline për parti, Muhamet e di, po kësaj radhe nuk ka qenë. Së di garant. Nëse ju kanë pengu, a ju kanë një mu? Nuk e di, tash me të drejtën ma vetë apiti shumë e mirë. Me 7 vota e një zgjellë. Besëm që ndoshta e kanë marrë të gjithë atë mesazhin se duhet ma në fund, se rasti ka ndodhë kështu, se dështoj njëherë procesi zgjedhjes, hera dytë, ku di unë... Po, perceptimi në publik është që pa përkrahje politike, pa që e një lidhër politikesh me DK, është vështirë me marrë një pozit, madje edhe të rektorit të UP-s. Nuk kemi lidhur me asnjë parti politike. Keni qenë kandidat në njënën prej partive politike? Para 7 vitesh. Por publiku ju njenë, edhe sot po thuni që nuk keni pas përkraje sot. Po thuni që nuk keni pas përkraje sot. Nuk e di, thash nuk më kanë pengu. Nuk thash përkraje, nuk e di unë që se ka lëbu dikush për mu, po di që kam pas përkraje. Ka lëbu dikush, ju kanë ndihmu dikush? Nuk e maja, te po unë nuk e di. Kush ju ka ndihmu? A mundin më nga të regu drejt? Jo, mundet thash, nuk e di. A mundet? Po ju nuk e di. Më kanë ndihmu ndëgjëm, më kanë ndihmu studentët, senati, Belim unë jam di shumë keq, aq përkraj me këto shprej janë paraqit, a kemi atë fat më ardhë Mariane që unë vërtet po ndihem tash tepër I obligum ndaj studentëve, senatit dhe krejt stafit. Mirë, ajo që publiku e ka parë nga zgjedhjet e fundit, nga votimi I fundit është dështimi për të zgjedhur rektorin herën e fundit. Pse ndodhi ajo dhe sot tashmë kemi një rezultat ndryshe? Përndera është çështje, Mamet, pyetje shumë e vend, po unë s'më çështje këshill drejtues, unë nuk jam pjesë e këshillit drejtues, unë vetëm... Po çaj këshilli ka zgjedh sot? Juve? Po natyrisht, përshtypja juaj, po më intereson. Mamet, mundesh m'ja drejtua aty, po am vështirë me ndoshta unë besoj që një gjë që ka qenë është me rëndësi se më kanë respektuar profesorat dhe s'kam pas doni konkurrencë tepër të fortë, se njerëzit që janë më të mirë se unë, trangu tim nuk kanë dashur me marr këtë guxim, unë e kam marr. Prandaj kam binjen këta kanë qenë profesor shumë mirë, kundër kandidatë e mirë, po universiteti nuk I ka njoftë. Do më përparësia ime ka qenë që unë njoftë, Mamet e njoftë mbi 80% të stafit. Brenda universitetit? Po, se kam qenë prorektor për marrëdhënie me jashtë, kam qenë prorektor për financa, kam qenë ushtrues I rektorit, kam qenë këshill drejtues, pastaj kam qenë edhe prodekan, mandej I kam udhëheqë dhe zgjedhjet. Jo përvoj, pas asaj që po na thoni, pas keni mjaftueshëm. Atëherë, cilat janë 3 prioritetet kryesore gjatë mandatit tuaj, të cilat ju do t'i realizoni? Premtime këto, kërkesa këto të cilat ju I keni planifikuar para se të kandidoni për rektor konkrete. Faleminderit shumë. Qëllimi im I parë ka me qenë me vuni sistem funksional. Që I bie? Që I bie me pas rregulla dhe norma në çdo fushë. Qoftë të fillu zgjedhjet, pranimin, ku diun zyrat, çdo gjë. Domethënë me qenë norma ajo që definon se kandidati ka me fitu një kërkesë apo një drejtina, po jo rektori, jo dekani. Fillimisht natyrisht që do t'i kry to obligimet që janë mbledh sigurisht për ty duket e çuditshëm, po janë mbi 600. Ne kemi raportuar edhe sot na kanë ardhur informata të tjera të studentëve në kallzo.com të cilët kanë kritika të mëdha pa rektor, pa diplomë. Sa diploma ju presin mi nënshkru, veç mi nënshkru? Sigurisht mbi 600. Se do të jetë punë shumë vëllimore, po kam gatishmëri, kam vullnet. S'kam ju lodh dora 600 nënshkrime mi qita?
sigurisht nuk do ta pyes dorën, se ka marrë këtë detyrë, ka marrë me dëshirën më të madhe, me përgjegjësinë më të madhe, se kjo nuk është ndonjë privilegj. Unë jam sikur gjithë profesorët tjerë, veç se e kam marrë një përgjegjësi që të jem kryesues në mesin e të barabartëve. Pa ajo që ka me dallu prej tjerëve, unë do të marr vendime, propozime rregullore prej poshtë lart, nuk do të jem prej lart poshtë. Prej kësaj është shumë praktike, sepse studentët presin për diploma, nuk munden me apliku dika tjetër për vendet pune, apo për bursa, apo për vendet pune edhe jashtë Kosovës. Domethënë kjo është konkrete. A mundeni të lutem 3 çështje të tjera konkrete, na thuani neve këto për publikun, të cilat natyrisht ne më pas do t'i monitorojmë, do të shohim se cilat do të jenë këto. Ka shumë, po unë po i marr veç 3. Kryesore. Toleranca zero ndaj mbajtjes mësimit. Që do të thotë ora mësimit do të mbahet. Domethënë për të gjithë? Për të gjithë. Edhe ministrat? Sigurisht do të gjejnë zgjidhje, kanë kur janë zonë kanë ndonjë asistent, po ora ka më mbajt. Ora ka më mbajt. Sigurisht unë nuk do t'i pengoj. Domethënë gjatë mandatit juaj nuk do të ketë orë të pambajtura. Nuk do të ketë. Mirë. 2 tjetër përmendim? 2 do të jetë kam shumë ndoshta edhe kjo çështje me njëherë mas gjithë natyrisht ka emocione. Po, 2 ajo që do të jetë avancimi i cilësisë. Që i bje, nëse e këthejm, me avancu në cilësinë komplet në universitetin publik. Po, mendoj, shqeni, cilësisë nuk i është dhënë shumë rëndësi, që do të thotë përshtatja kurrikulave kryesisht me nevojat e tregut, pastaj gjithë na dim se Universiteti i Prishtinës është në komponentën teorike, është universitet shumë i fortë, po në komponentën praktike besoj që qalojmë pak që në atë aspekt... I përmendit 2, do me thënë orët, cilësia, dhe e treta? Dhe treta, hulumtimet shkencore. Kjo është proces kërkon pak ma gjatë, derisa këto dyja mund të filloj me njëherë. Hulumtimet shkencore do të përgatis infrastrukturë për to, se kemi laboratore shumë vjetra, viteve 70-ta, kemi laboratore që një fakulteti ka, nuk shfrytëzohen racionalisht, kemi salla, domethënë janë... Por vetëm kjo puna e cilësisë me punën e shkencës hulumtimeve janë të ndërlidhura. Po janë, po nuk janë, se cilësia ma tepër ka me mësimdhënie. Me mësimdhënie. Puna shkencore është diçka tjetër, se unë mendoj këtë aspektin shkencor, se Universiteti i Prishtinës është edhe arsimor edhe shkencor. Sa i përket arsimor, duhen disa, po thamë, ndërhyrje, disa gjërat vogla që nuk janë, që është një kujdes i vogël, cilin mund ta kryjmë me njëherë, ndërsa çështja e hulumtime shkencore kërkon pak ma tepër, do t'i dha tekst... Para arsi juaj, ish rektori Ramadan Zenullah, pati nisur disa çështje brenda Universitetit Publik Hasan Prishtina, me titujt akademik, publikimi CV-ve, e të gjitha këtyre të tjerave. Derisa kur erdhi një moment kur kishte probleme në Senat, sepse nuk pati kompromis për mënyrën se si bëheshin avancimet. Ju, a keni me vazhdu? Apo kanë me kalu këto avancime, ashtu qysh ka pas pretendime? Sigurisht se jo, po me gjithate ajo që... Sigurisht se jo, nuk do të shkon qashtu, apo... Dëgjë, kur thamë sigurisht se jo, aty ku nuk plotësohen kriteret natyrisht që... Unë do t'jem njëri rektori zgjidhjeve. Do me thonë, qofë se profesori caktuar nuk i ka plotësu, të themi, numrin e punimeve ose të obligime... Vesh neve nga ka thonë që 2 bojnë 4, zote Zenullah, ish rektori. Nuk e di, mundri me pyta... Dhe nuk ka qenë i gatshëm me bo kompromis 2, 5, 6... Dëgja, unë do t'jem njëri zgjidhje, do më thonë, sistemin do t'a kryoj. I zgjidhjeve dalon prej asoj për me kalu kompromise, do më thonë, zgjidhjet mund bën nëse i mshelim pak sytë dhe kalon e punim shkencor atë që nuk e meriton. Jo, dëgja, punimet shkencor ato janë komisioni recenzuesi Po cili që aty jetë ka qenë mendimin... problemi kryesor, zote rektor, që aty ka qenë problemi kryesor, ku ka ardhur deri te konflikti për me kalu një punim, apo me shku shablon ashtu që ka qenë më herët, e jo me shku emër për emër. Muhamet, komisioni recenzues është një komision profesional i cili jep mendimin e vet.
bëjmë shpallje në buletin. Buletini rrin ka ndajt për para një muj 2 javë. Por, Çdo kush që ka... ajo që e kemi pa na, nuk është që nuk ka dalë që ka njëherë, ka dalë që qaj komision ka thonë 2+2 bojnë 3 ose 5. Mendoj që këto e në pyetje për rektorit Zerëllaj. Po tash, ju qëfar do të bëni? Ju a do të toleroni? Se ju keni mu ballafaqu në Senat me këtë çështje, sigurisht që në njënin prej temave të ashme të para do t'jetë edhe këtë çështje. Ka mbetur atë, ka mbetur pezull. Unë do të vazhdoj tash konkursi i cili ka mbetur, do të konsultohem me zyrën ligjore se cili është fati e tij, domethënë kemi mundësi ligjore me vazhdu apo duhet konkursi i ri. Domethënë do ta gjej zgjedhjen, pa ajo që unë do të bëj do të jetë pikërisht përcaktimi, formulimi, mekanizmave, normave për të cilat... Pa kompromis? Pa kompromis, absolutisht. Ja, pa kompromis. Kompromis nuk ka. Nuk ka kompromis në kuptimin e plotësimit të një norme. Dhe mendoni se do t'i bëni ball presioneve politike, kur dihet fakti që të grupeve të interesit, kur dihet që po ashtu presioni edhe perceptimi publikut është që UP-ja, universiteti është kapur. Unë nuk do që bëj ballë sistemi i cilin do ta implementoj ka me baball, jo Mariani, jo dekani, do të krijohen mekanizmat të cilët do t'i bëjnë ballë çdo kujt. Se nëse bëjmë në një sistem funksional, ka me qenë sistemi i cili do të merret me individin, jo rektori, jo dekani. Ato sisteme, ato norma caktuara të infrastrukturë ligjore do ta avancoj. Ato cilat janë funksionale, kanë dhënë rezultate, natyrisht do të vazhdoj, se nuk do të bëjnë ndryshime, se edhe gjithë pararësit e mi kanë punu deri tash, nuk është që do të fillojnë prej zeros. Universiteti i Prishtinës është me një, nëse guxoj me quajt me një moshë 46 vjeçare, edhe me një përbërje mjaft kualitative. Prandaj mu mbetet rregulloret, qofshin ato për thirrje, qofshin për komisione, rregulloret cilat janë funksionale, nuk vinë ndesh me statutin, nuk vinë ndesh me standardet e hapësirës evropiane të arsimit lartë. Unë do të vazhdoj. Ato ku ka, sigurisht do të filloj prej bazës, prej departamenteve, që ideja jeme, Mamet, ka me qenë që çdo profesor me qenë pjesë aktive e procesit, e jo instrument, jo prej lartë, unë mi marrë vendimet edhe, por natyrisht propozimet, me anë të stafit tim, se Universiteti i Prishtinës i ka të gjitha komponentat, veç se do të jem veç një dirigent që kam... Do të menaxhoni? Do të menaxhoj, por nuk do të merrem... A ka diçka që do të pritoni me u marrë në UP? Për ndër momentalisht, Mamet, po tam... Çka pja pritoni mas shumë te? Degja, nuk... Sikurse shumë Kosovar, po tham kështu tash, e dojnë Universitetin e Prishtinës, e dojnë, nuk ka asgjë që e pritoj. Domethënë, kam vizion çka, ku do ta çoj Universitetin e Prishtinës në 2020-ën, i di qëllimet që duhet mi realizu, kam vullnet pa thyshëm edhe besoj që do t'ja arrijm. Ekip, ka ne keni ekip? S'kam ekip, fare, se nuk kam pas kohë, kam qenë me këto, nuk kam ekip asken. Kënd do ta shohim në kabinetin tuaj? Për ndër nuk e di, aty do të mbetet... Se keni mendu fare? Fare s'kam mendu. Do shta është pa së beson veç fare. Hajri, inshallah, shikoj ndëruar, zotë rektor, ne do ta përcjellim punën tuaj. Ju shikoj ndëruar mund të raportoni në kallzo.com për çdo temë që ka të bëjë me Universitetin Publik Hasan Prishtina dhe për tema tjera. Deri të ajnë të nashme nga unë Muhamet Harullah, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.